U zhvillua sot në mjediset e Fakultetit e Edukimit dhe Filologjisë një tryezë rrumbullake diskutimi në kuadër të përmbylljes së projektit kombëtar Stigma, studim krahasues i stigmatizimit në diskursin mediatik në gjuhën shqipe dhe angleze, nëpërmjet teknologjisë si informacionit dhe digitalizimit. Në këtë takim ishin të pranishëm drejtues të universitetit, staf akademik, student, përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar, mësues dhe të ftuar të tjerë. Koordinatorja e projektit, profesora asociuar Eriola Qavzezi, përgjegjëse e Departamentit të Gjuhëve të Huaja, prezantoi gjetjet kryesore të projektit, qasjen metodologjike të ndjekur dhe arritjet e realizuara në kuadër të studimit të modeleve të stigmatizimit në diskursin mediatik, me theks në ndërgjegjësimin kritik dhe aplikimin e mjeteve digjitale në kërkimin shkencor. Së pari, ne kemi përgatitur një manual i cila ju vjen në ndihmë të gjithë lektorëve, studiuesve, të cilët dëshirojnë të njohin më tepër nga afër dukuritë e stigmatizimit. Bëhet fjalë për modelet gjuhësore nëpërmjet të cilave përhapet stigmatizimi. Pra ajo çka ne kemi bërë, kemi studiuar në gazeta të ndryshme gjatë një periudhe kohore prej vitit 2021 në vitin 2024, janë 4 vite, ndër të cilat ne kemi parë se si shprehen gazetarë të ndryshëm dhe kemi parë disa mënyra se si përhapet gjuha e urrejtjes, për shembull ofendimet, disa metafora të cilat merren nga bota e kafshëve dhe ju aplikojnë botës së njerëzve. Problemet të shëndetit mendor nëpërmjet të cilave njerëzit etiketojnë në mënyrë të gabuar. Dhe ne dëshirojmë që nëpërmjet gjetjeve tona dhe nëpërmjet diskutimit të sotëm të bëjmë disa hapa të vegjël drejt shmangjes së këtyre modeleve të gabuara, të cilat për hir të së vërtetës janë duke u normalizuar gjithnjë më tepër, jo vetëm në median e folur, por edhe në median e shkruar. Projekti Stigma është financuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit dhe Universiteti Fan Stilianoli, të pranishmit me idetë, mendimet dhe diskutimet e tyre dhanë një kontribut të vlefshëm në reflektimin akademik dhe shkëmbimin e përvojave në kuadër të përmbylljes së këtij cikli kërkimor.